dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarin tim të ditës. Ai është një mjeshtër i madh. Një mjeshtër i madh në një titull të fituar, pikërisht kohët e fundit me mua sot në studio, është inxhinier Zef Gjini. Mirëmëngjes, zoti Zef, mirë se keni ardhur në studio. Mirë që gjem, faleminderit për ftesën. Në fakt, është shumë kënaqësi t'ju ftoj, sepse nuk keni shumë kohë që keni marrë titullin mjeshtër i madh. Patjetër që ndjeni diçka të veçantë në veten tuaj, apo jo? Ndoshta është një ndër kulmet e vlerësimeve që ju janë bërë. Po, në fakt është, si thush, rezultati më final, domethënë, i profesionit tim. Dhe me qenë se unë kam pas fatin me punu gjithë jetën me pothuajse me artizanatin, me zejet, me artistiken që i pas të ndikur, edhe kështu që sigurisht që është një rezultat ose një vlerësim i punës time, dhe më vjen mirë që bëhet pikërisht që u bë tani. Parësi se për mua është një vit shumë i bukur, është 2020 edhe në pamje është i bukur, por edhe në përmbajtjen kuptimin që unë kam 70 vjetorin këtë vit. Me shëndete me jetë. Faleminderit. Të gjatë. Dhe marrja titullit lartë, mjeshtër i madh këtë vit, ishte një sukses sigurisht, dhe një respekt e një falënderim nga gjithë artizanët, pushteti lokal, pushteti qendror, deri te presidenti i Republikës. Ju keni përditshmërinë tuaj edhe si kryetari i shoqatës së artizanëve dhe zejtarëve, por ky titull natyrisht reflekton mbi vitet tuaja, reflekton mbi çdo gjë që ju keni kaluar, natyrisht me sfidat që keni përballuar, me ato ulje ngritje që çdo kush i ka, natyrisht, por që në fund të fundit, kur e shikon si një pasqyrë vërtet kënaqesh dhe thua, kjo është jeta ime. Në fakt, me marrjen e titullit, ashtu siç thoni ju, mu më shkon mendja, mendoj domethënë, për jetën në përgjithësi. Jeta është edhe e shkurtë edhe e gjatë. Por duhet të kena parasysh një fjalë popullore që thotë ç'a mbjell do të korrish. Po. Dhe në këtë drejtim, unë, si thosh, jam i kënaqur me vetveten time, sepse kam kaluar si çdo njeri tjetër, gjithë dallgët e jetës mund ta shprehim kështu. Natyrisht. Dhe të gjitha aspektet, gjitha përgjithësi, ose në pikat kulminante që unë kam pas në gjitha pozicionet e mia, ndoshta ka qenë tipi a risku, a fati, a që më thënë, shaf anë pozitive, dhe më thënë, të cilët më qunë deri këtu. Unë jam shumë i kënaqur, dhe jetës nuk i dihet, unë do të punoj gjithë jetën me artizanatin, por pavarësisht se unë kam kaluar dhe para një viti një ca përvicina shëndetësore, por që Zoti më shpëtoi. Kaluara. Dhe inshallah shohim ditë më të mira prap, por që domethënë puna ime deri tani ka këtë rezultati është shumë i lartë dhe jam shumë i kënaqur. Ju në profesion jeni inxhinier druri. Nuk është ndoshta edhe shumë i përhapur ky lloj specialiteti, apo ndoshta gaboj. Me drurin si jeni takuar, rastësisht apo që herët? Në qoftë se më lejoni, unë mund të filloj edhe prej qysh fëmini, me këtë rast. Se më takon ndoshta me falifie më tepër për vete këtë rradhë. Po unë ju kam ftuar për këtë, sepse shpeshherë kemi folur për tema të tjera, për artizanat. Ndoshta hera parë bile që ashtu. Unë kam lind në Vig. Vigu është, domethënë me origjinë është mirëditor,
por që gjithmonë ka shku me Shkodrën, edhe pak rëndësi ka se dikush thotë jo je shkodrani, jo je mirditari, ashtu për mus nuk kanë shumë rëndësi, po Vigu ka qenë vazhdimisht, domethënë qysh ndaj ka kohë me Shkodrën, dhe unë që në 65-ën jam në Shkodër, domethënë 2 fishin e gjyshit, thot bab, se gjyshi im ka 25 vjet me kapitanin e Mirditës, dhe i ka taku me në Sarajeve të Shkodrës, edhe ka miq e shok shumë Shkodër. Baba im po ashtu ka marrë shkollën e mesme, shkollën e Oroshit, në qendër Mirditës, sigurisht gjithë profesorë shkodran. Dhe unë jam një familje, në fakt, e nderuar e përmendur në Vig, është familje e madhe, pogullance, dhe mik i shtëpisë kapitanit. Dhe baba im ka qenë, domethënë gjyshi ka qenë ndër peshën e kapitanit, pra ka qenë në atë kohë me vlerë. Pastaj baba im ka qenë mësues në punës. Kështu që unë jam një familje intelektuale dhe me thënë drejtën nuk kam pas ka me shku. Unë kam pas shumë pasion, qysh me babën tim të e një gjuhë kështu, dhe kam pas pasion Shkodrën, atë shkollën. Sigurisht edhe Shkodra, pastaj që më ka hinë gjak sepse jam rrit këtu, domethënë 15 vjeç kam marrë Shkodër. Unë kam lind me 27 mars 1950, domethënë kam 70 vjetorin, e kam kaluar në mars, po problemet e pandemisë na kanë shty. Qofshi me jetë gjatë. Edhe Vigu, po them që është një fshat i përmendur, ka kala. Në Vig, kalaja e Vigut është i kala vjetër, që lidh Gjakovën me Lezhën, Shkodrën me Oroshin, me Mirditën, etj. Ka një histori gjatë, dhe jam i nderuar që jam prej atje. Më pëlqejnë njerëzit që janë krenar për vendlindjen. Më pëlqejnë ata që kanë identitet dhe i mshojnë këtij identiteti. Përndryshe nuk ka si të mos formohet personaliteti i një njeriu që në voglin e tij. Unë si person, unë jam edhe kryetari i shoqat Mirdita në Shkodër, Unionit Mirdita. Unioni ka kriju tashbon, është institucion me licencë në Tiranë. Unë në fakt nuk i kam shumë të zhvilluar me këto, domethënë nuk nisem shumë nga është si është. Unë për veten time shoh njeriu kush është dhe si punon si është. Dhe me thënë drejtën, unë nuk kam qef me diskutu problemin a je apo si e shkodran, sepse unë jam rrit, thash edhe herë, dhe unë të apë thëmë për mrapa, gjitha meritet i kam marrë në Shkodër. Gjë shumë e bukur. Mirënjohja, marrëdhënia vazhdueshme me njerëzit e plotson jetën. Me drurin jeni takuar që herët? Unë nuk kam arsye me thënë që kam në një tradit apo në diçka për drurin. Unë kam pas idenë me shku në shkollë. Kam pas 2 variante. Variantin e agronomisë për bujqësinë edhe pyjorën. Mu më doli, ashtu ishte që të thamë unë e shtruën, ma caktuan, në shkollën pyjorën në Shkodër. Unë marrova shkollën pyjorën në Shkodër, 4 vjetë. Këtu kuptohet si në zonë që unë kam qenë mbi mesatare, për këtu pastaj në shkollë të lartë e tjerë apo flasim që kam arrit rezultate shumë të larta, por në pyjore kam qenë mbi mesatare, kam marrë pjesë, me qenë se kam rast, në studentat në nxënësit e parë me shkollën pyjore në organizum nga shkolla në mbjelljen e pishave të Taraboshit. Pra ne kemi fillu, që kam qenë. Çfarë viti? Në vitin, unë kam fillu shkollën në 65-ën, 65-66-ën, tamam nuk e di, por që ne kemi qenë të parët që kena bajt dhe me ato gjaketat e punës, shkollës punës, në përqoshe për me mush gropat e pishave, që sot janë disa pisha edhe bajgi shumë pisha në Tarabosh. Ju ka takuar që të shkoni dhe të vizitoni mbase t'ju kujtohen pikrisht ato mbjelljet atëherë? Pa, sigurisht. Janë përsëri apo janë prerë djegjeve, dëmtimeve? Tashi unë më e men, për me kujtu, më e men, si thush, atë mjelljen e tyne që kena ba. Pasaj unë kam në 4 vjetë, janë zhvillu, unë kam shku në shkollë të lartë, deri në 75-ën, pasaj unë kam ardhë i kam pa dhe
si thu vetë se në Shirokën e kemi afër, dhe dënë s'dënë, një aty në përpisha dhe të kalësh. Por unë kam, me thënë drejtën, unë nuk jam marrë për shkrime, se të bash 70 vjeç me këto historinë që kam kalu unë, që ka kalu gjithkush, ato historinat e veta, por unë duhet edhe me shkruar faktikisht, që s'kam shkruar deri tash, por që kam deboles sigurisht. Kam edhe një diçat për pyet, që po interesoheni ju se si t'ka hinë gjak puna pyjeve. Unë kam punu 3 muaj në Cukal, në student, në vitin 69, kam bo një praktik atje, dhe e bëj mend sepse në Cukal unë kemi pas një inxhinier pyjeve, jo në shkollë, por në nërmare pyjore, që kishte detyrë, dhe Si kishte emrin? Jorgo, Jorgo nuk ja kam harru mbi emrin, dhe atje, mos gabohem Jorgo Lako, nuk e di mirë, dhe ai duke pa se unë ishim shumë aktivist, më ngarkoj mu si përgjegjës, edhe kam piketu gjithë Cukalin me disa piramida, me aparatura, me teodolit të qendra aparatura dhe geometrike, dhe kam vendos në për gjitha pikat kulminante, do më thënë që shikohen, disa piramida drurit që i poneshim, i pritshim, i poneshim dhe i ngulshim, edhe kam bën komplet se kjo është një diçka që e Për moj me. çfarë shërbenin piramidat e drurit? Ato shërbenin për të përcaktuar sipërfaqet pyjore në përmaje, për shembull si themi në për kulmet e pyjeve, edhe u caktoshin parcela, për shembull, nga kjo numër piketën këtë, ka sipërfaqen kaq, ka kaq dru për shfrytëzim, ka kaq shkure, është ba në mënyrë shkencore. Pra, kur kujton këtë punë, këtë përkushtim, këtë, si thuash, adrenalin që erdhi tek ti, natyrshëm, dal nga dal, mendon që kjo punë duhet vazhdoj, apo është e dëmtuar? Kur e shikon Cukalin, i mendon këto gjëra? Tani, me thënë drejtën, më bani pyetje dhe presidentin i këtë pyetje që bani ju. Ashtu? Po, dhe në një takim që një kafe që bëm, problemi është që unë kam dhënë një shembull, ka shumë, por që moj men, kur unë kam dhe 2 vjetë teknik pyjesh i mesëm, përgjegjës sektorit në Kashtjet, në zonën e thellë të Lezhës. Se Lezhë më ka dhënë bursën mu, dhe e falenderoj. Atje moj men një herë që unë kishim një sopat vogël, e më prehtë njërë nënë dhe me numër nënë tjetër, që unë, në qofë se unë nuk dhe t'ja vesha numën, e prisha një livorën e pems, dhe i veshim numën. Po mos i vu numën unë, nuk ishte drejta i Hindenburg bo me pre. Ma i meni një zonë të thellë, që unë nuk isha asë restorante asë gjona, dhe isha i dityru me shumë e hangër bukë të shtëpia këtij, edhe më lutë për një pemë, që ishte shumë e bukur, e shikova e thosh, jes mund t'a jep, sepse e kam përmarë, dhe më thënë, për zhvillim, për me prodhu ato frutet edhe për më ashtu, edhe nuk mund t'a jep. Edhe nuk ja kam dhënë. Kur kam ardhur mas disa viteve, mas demokracisë, unë e kam pa atë vend në Ungrej quhet dhe i fshat atje, e kam pa rrafsh edhe mkar për qarë. Është një realitet që shumë njerëz... Kështu erdhi koha? Erdhi koha, po... Po natyra, më falë, natyra prap banë punën e vetë. Banë punën e vetë. Kanë dalë filizat të ri, po bahen pyjet të reja, rëndësi ka që me i ruj, mos me ba mo kështu gabime të tilla që janë ba. Unë mendoj, nuk janë thjesht gabime, janë edhe... Këto janë, po t'i quajmë me një gjuhë të ashpër, janë krime. Sepse pikërisht ato pemë janë mushkëri të njerëzve, i pastrojnë ajrin, në shërbejnë të gjithë. Dhe në qoftë se një njeri që rreket pas një interesi shumë të ngushtë, vetjak, nuk bën gjë tjetër veç se i dëmton të gjithë. Unë në fakt flas me pasionin që kam për, si thëni ju për, e që ja kam fillu, se unë nuk e kam menu që dhe vind artistike. Jeta më ka rrjedhë në mënyrë të tillë. Por që përpyet, që jeni kurioz me ditë, kështu ka fillu puna ime. Kam në 2 vjet, i kam shërby jashtëzakonisht mirë, me gjithë shpirt asaj zonë se t'jenë në Kashtjet. Ka patur një respekt më të madh për natyrën në atë kohë? Shumë. Ka qenë shumë i vlerësuar tekniku i pyjeve, shumë i vlerësuar. Sepse druri është i lidhur me njeriu, unë duhet t'japi
Nuk ka Barcelet, po është një diçka e shkrume. E shkrume dhe e bazume. Njeriu e shoqëron druri nga linja deri në vdekje. E vërtet. Nga djepi te arkmorti. Kjo besoj se i jep një kuptim plot. Po ndërkohë druri është edhe i latushëm, i përpunueshëm, i kapshëm në dorë, i latueshëm me të gjitha format, e gati të vjen shumë afër, duke formëzuar shumë çka, duke krijon edhe art. Krijon art, ashtu siç ju me ndërmarrjen tuaj, por nga që ka një përdorim shumë të gjerë në jetën tonë, ashtu siç ju thatë, nga lindja deri në vdekje, duhet respektuar. Ju ndodhet në ndërmarrjen artistike rastësisht apo koha e Unë në shkollën e lartë dola me 10. Me rezultate të shkëlqyera. Do më thënë që në vitin 1966, në gjithë Republikën kanë marru 56 inxhiniera, pyje dhe druri bashk, dhe a marrë për koincidencë vetëm 10, vetëm unë kam dalë me 10. Pra kjo nuk dhe të thotë që vetëm unë, që s'ka, kjo është pak si kështu, po rëndësi ka që kam marrë unë 10. Edhe në këtë rast, mu më ka tërheq jashtë rregullave, në rregullave, po jo në emërimet të zakonshme, më ka tërheq Ministria e Industrisë Lehtë dhe Ushqimore, direkt nga Tirana, edhe jam emnu direkt në artistike Shkodër. Kjo ka qenë pa e ditun, nuk kam ditë absolutisht asgjë, vetëm se mu më kanë komuniku që je emëru në Shkodër. Kur kam marrë me hy punë në Shkodër, kam pas peripecina, nuk kam qef. Ju erdhi mirë që kishi këtë emërim, apo e pritë? Jo, akoma nuk kisha marrë vesh tonë që jam në artistike. Unë erdha këtu dhe deshte me më shu të Cukal në Shkodër. Ta është i këtu se të pa futem, se si pse u bon kjo punë, por që unë fati im, me gjithë se unë kam qenë shumë i matën e urë, shumë, po unë ngule kam, se si shtë profesioni im, edhe drejtori i dikurshëm i kombinatit dronit, më ka limu, ja mërë djallë, masë ti nuk je dakord të qenje për polim dronit, nuk dëqojmë. Ajo ishte një katastrofë, po ishin nështë në i kuadrë dhe s'ka përnu mirë. Po shumë ka qenë. Edhe biografia ka luaj rolin e vetë, deshin me më tret mund Cukal. Edhe unë nuk, ashtu. Pastaj shkolla ime, uli kam, shkoj në ministri, mori vesht, edhe vjenë më thojnë që ti mos u lallë për këtë punë, do vazhdoj, do zgjasi, po ti je në artistike. Je caktu nga qeveria në artistike. Kështu që unë shkova edhe fillova punë në artistike. Si ka qenë artistikja në atë kohë? Artistikja në atë kohë, unë e kam gjetë në 75-ën, kam qenë stagier. Kam gjetë shumë punëtorë, kam pasë rreth 2000 punëtorë kur kam shkuar. Unë kam qenë inxhinier, edhe aty inxhinieri vetëm, midis Shkodrës, po thuj se ka pas të inxhinierë piktor që kanë qarkullu, unë kam fillu e kam marru aty. Ashtu, vërtet? Pas, absolutisht s'kam në Një histori e veçantë, sa dhe në 2500 punëtorë, ma shumë për respekt të thëmë këtë, se mu në fillim ma duk si pak si e tepërt edhe pak si zori, mu s'ma ka thirë kush emnin vish inxhinier, dhe më thënë, s'ma ka përmen emnin zef, në është a punëtorë s'ma kanë ditë emnin. Aty ka patur shumë reparte, por ju jeni përqendruar tek repartet e Fillimisht kam qenë në byron teknike, me mjeshtat talentum të asaj kohë që duhet me përmend, se unë emna më falë, po nuk do përmend shumë emna këtu, sepse janë shumë, por Kolesanin në të stushën nuk kam qare pa i përmend, jam kontaktu që në fillim, janë krijuesit e artistikës, Kolestani dhe? Nët-Stusha. Dhe këta kanë majt me modelet e tyre, me krijimtarinë e tyre, me qindra punëtorë. Dhe duhet nëru, duhet respektu, duhet shkru për ta, janë qenë mjeshtra mbi mjeshtra, dhe kam respekt për ta, dhe unë kam pas fatin që në artistike për mu, kam thënë edhe herë tjera, ka qenë një shkollë e lartë e dytë për mu, në gjitha drejtimet e jetës. Pse? Për mjeshtrat që po them që kanë qenë me 10-ra. Gjithë mjeshtrat e mirë të Shkodrës janë grumbulluar në artistike. Unë kam pas fatin me punu me ta dhe kam mësu prej tyre. Ka qenë një ndërmarrje me moshë mesatare shumë të re. Të gjithë vajzat kanë qenë e djemtë, kanë po kryesisht vajza me shkollë të mesme. Atje ka pas përveç punës mirë, edhe kështu ka pas edhe kulturë të jashtëzakonshme, sepse ambienti ke parasysh ti të ban
edhe në qoftë se nuk je fort të banë vetë, që duhet të jesh i rregullt, punëtor, edhe këto i kam pas edhe i kam pas rezultate shumë të larta në artistike që e kujtoj me dëbëles, dhe ka qenë një ndërmarrje ka qenë një ndërmarrje e dalluar në gjithë Shqipërinë. Ju thatë është e vështirë të përmendni emra dhe ju kuptoj shumë mirë, sepse në këtë dashuri të madhe të punës, ka shumë mjeshtra. Por unë në studion time kam patur të ftuar disa prej tyre. Po përmend mjeshtrin Zia Karini, i cili natyrisht me jetën e tij ka një histori të veçantë, të bukur, të mrekullueshme, që e vazhdon dhe pas jetën e gjatë. Por në një brez tjetër, po përmend dhe një mjeshtre, një qëndistare të drurit, ju ndoshta e mendoni, Suzana Pashaj, e cila më ka mahnitur dhe më mahnit vazhdimisht, sepse edhe pas mbylljes së ndërmarrjes, kjo marrëdhënie me drurin, me gdhëndjen, me bukurinë, me artin, ka vazhduar. Dhe ju sapo thatë që kjo ishte një shkollë e madhe e mjeshtrisë, e marrëdhënieve mes njerëzve, e punës, e organizimit, e të gjitha këto. Ka dhe shumë të tjerë, besoj. Por unë përmenda dy prej tyre, të cilët kanë qenë të ftuarit e mi, më kanë mahnitur. Dhe të qëndrosh me këto njerëz, me këto mjeshtra... Zia Karini ka qenë në grupin e parë të krijimit të ndërmarrjes artistike. Dhe ka punu, ai ka pas fatin, si po them unë, që ka punu me mjeshtrin Kolet Sani dhe në Stusha. Dhe modelet që kanë kriju ato dy i ka bon Ziaja, dhe ky ka vazhdu që të herët deri sot, që edhe ka trashëgimi edhe nga familja, edhe që është mjeshtër dhe është antar i bordit të shoqatës, unë të ta përmend, edhe të shoqatës artizanëve që unë vazhdoj sot. Por artistikja, unë e di, kam pa shumë mjeshtra ke marrë, po janë me ke parasysh kanë qenë 2000, edhe në këto 2000 nuk mund të themi gjithë mjeshtra, po faktikisht kanë qenë një shumicë e madhe. Ajo puna që kanë bën artistike, i ka bën edhe pa dashje artista. Edhe ka shumë, edhe prandaj them unë, nuk mund bësh krahasime, edhe nuk mund të përmendish emra sepse ngelesh, dhe sepse me të drejtë thuhet ke përmend këtë e këtë, e pse s'ke përmend edhe qindra të tjerë. Absolutisht. Edhe kështu që se unë vetëm për këtë them se unë nuk tërhiqem nga ajo, por nuk kam qef mu fut në emra sepse janë për mua të gjithë mjeshtrat, të gjithë artistat. Megjithatë ndërmarrja erdhi një ditë që u mbyll ashtu si shumë të tjera, ndërkohë që disa, jo të gjithë e vazhduan. Prandaj unë përmenda dy prej këtyre emrave. Prandaj shpesh kjo dashuri që vazhdon. Ja, me këtë pyetje që bani ju, unë them që është këtë e natyrshme. Nuk ishte rrugë tjetër. Unë punoj gjithë jetën edhe dalet shes sigare ose të bajet shes naftë. Siç kam pa disa shok, nuk mund ta bashkëm edhe kështu që unë jam mundu. Unë jam mundu sepse mund të mos fitosha. Po unë kam marrë nga bordi i privatizimit, kam marrë magazin që e ktheva raport marangozë sipas teknologjisë time. Ju e vazhduat? Edhe e vazhdova sepse kisha pasion edhe nuk kisha rrugë tjetër për mendimin tim. Njeriu jeton gjithsesi, ose mund të bëje gjithçka, po unë aty ngul që më kam, ajo ishte arti im, kisha mësu shumë në artistike dhe zbatova. Ndërmarrja artistike që mos ta anashkalojmë, ka qenë rezultativ edhe për punën time personale. Unë kam realizuar një projekt atje që më ka ngarkuar dhe për herë të parë, a zbatu nga komiteti ekzekutiv i asaj kohe, që projektin e kam realizuar me shly veten për 1 vjet e gjys. Ishte një gjë jashtëzakonshme. Çfarë ishte ky projekt? Projekti i repartit zugtarisë i punimit drurit që ka punuar Zia Karini me shok. E kam hell atë punimet e artistike i kam fut në mënyrë industriale dhe me një vijushmëri që mos më kthy themi në prodhimi mbrapa. Dhe kam arrit me xher një leverdi ekonomike të jashtëzakonshme. Dhe me punën që kam bën dhe me komunikimin që kam pas tonë jetën artistike, që unë kam marrë pjesë në gjithë aktivitetet jetësore, mund të themi. Jo vetëm druri, jo cilësia, jo artikulli, jo kampioni, por edhe probleme tjera shoqërore,
artistike, kulturore e tjera, u bani që në vitin 1988 unë dekorova në Konveni Popullor dhe ishte një dekorim i habitshëm për mua, sepse unë edhe nuk e dita, vetëm kur më kanë pranuar, sepse ndoshta unë nuk e pritësha, sepse edhe biografia ime nuk ju përshtatte fort asaj pune, por me punën, me opinionin sidomos, mua më ka dash shumë kolektivi artistikës, opinioni artistikës, por në fundit do të themi edhe organet e partisë të pushtetit, sepse aty kishte persona që ke parasysh kundra, por në kolektiv, edhe të më thanë me vendim kolektiv, nuk kanë dalë kur, se s'kanë mujt me dalë, dhe kështu që unë jam nëru, respektu shumë në kapitullin e artistikës. Përmena 2 gjëra të vogla, se unë kam shumë, por që mu më kanë quajtur në pedestal. Kur mendon këto vlerësime, natyrisht edhe ato përpjekje që ndoshta kanë qenë të mundimshme, justifikohen apo jo? Justifikohen plotësisht. Justifikohen plotësisht se unë kam punu shumë edhe këto kohët e fundit me shoqatën dhe vazhdoj punoj, por që atje kam punu me shumë pasion edhe jam thash edhe herë në gjitha aspektet. Keni patur momente unë kam shpëtu, unë njerëzit sot përmenin se jo për mburje, po jam detyruar thash të flas që kategorinë më ka thënë vetëm inxhinier Zefi, se s'ma kishte thënë kush kur për biografi, apo për punë tjetër. Unë kam arrit që edhe familjen e kapitanit, një grup më aty jap kategorinë. Unë kam qenë vetë me disa probleme, por mu më ka qenë Zoti edhe kam dalë gjithmonë i fituar në kuptimin që unë i kam dalë zot punëtorit, mjeshtit me drejt. Dhe faktikisht edhe partia atëherë kishte variante për tini mu, por ishin persona që shfrytëzojshin momentin që thonë ja, këti nuk i takon, këti nuk ja japim, këtë çoje për burg, këtë çoje këtu, hiqe për punët e tjera tjera. Çdo gjë matet me kandarin e shpirtit dhe të punës e të vjersës. Edhe këtu kam marrë notën 10, ma merr me një. Gjë shumë e bukur. Ju e vazhduat dhe edhe këtu kishi ato sfidat tuaja. Pastaj krijova, se e përmendet ju, firmën time, firma Gjini, që edhe këtu kam rezultate të shkëlqyera. Janë arredime që kam bëu në për zyra, për shtëpia, për krijimtarie kështu, janë burimi i vazhdimësia e artistikës. Edhe në fakt unë kam po gjithë i kena ble magazinën për me punu me 10 vjet në profesion. Unë jo 10, po edhe 100 punojshim, po të mlejon të si thonë jeta, por unë e kam mbajë edhe pjesa më madhe nuk i kanë mbajë në Shkodër, i kanë kthy magazina ku diun gjëra tjera. Unë kam punuar në atë profesion edhe kam marrë një zon shumë të madh në Shkodër e deri në Tiranë, në Durrës, edhe jashtë shtetit, në për shumë panajire, shumë vende të Europës, që kam qenë bashkë me këto të tjerë, me mjeshtra të tjerë, me zjane, me këto, po që unë kam qave me prodhimet e mia. Në fushën e arredimit. Në fushën e arredimit dhe kryesisht gdhenjen e drurit. Dhe këtë e kam realizuar jo Zefi vetëm, por me mjeshtrat e ish artistikës, që i kam marrë aty në punë, që unë, ashtu si që përmenet i Vjollcën, unë s'poja përmenet prapë emnet, se kam shumë, edhe që janë artista, edhe që me të vërtetë unë jam inxhinier, kam drejtuar firmën, kam drejtuar gjithë punën e projektet e këto, por ata kanë bërë një gdhenje të shkëlqyeshme dhe kanë zbardhë faqen, ma kanë zbardhë faqen gjithkund. Sa bukur. E gjithë kjo mjeshtri që nis një ditë gati papritur e që bëhet rroba jote e jetës, do të thosha, është së bashku me të tjerët dhe krahas të tjerëve. Kjo është mjeshtria. Kjo është ajo nxitje që ju jep të punoni çdo ditë edhe me shoqatën, sepse ju jeni kryetari i shoqatës artizanëve dhe zejtarëve të Shkodrës. Keni luftuar shumë për mëvetësimin e kësaj shoqate, për të fituar statusin e saj, për të realizuar shumë projekte, shumë panajire, për të përhapur punën dhe artin e artizanëve, jo vetëm brenda kufive, por edhe jashtë, është një aktivitet shumë i gjerë. Shoqata a krijuar në 2007 dhe unë nuk kam qenë në krijimin e shoqatës, duhet ta them. Pavarësisht se sot jam lider i shoqatës, bile mbarë shqiptare, por në 2010-ën bordi i shoqatës, do të thënë se shoqata erdhi duke
Jo në aktivitet të plot. Dhe një Gjerman që ishte nga Gjermania që ishte këtu si menaxher i shoqatës, me afruan dhe unë mora u futa në shoqatë, u futa në shoqatë si menaxher. Edhe me qenë se unë e pranova dhe ishte i profesionit tim, në kuptimin e artizanatit, e të zejeve, unë me njëherë kam vepru shumë shpejt, me gjithse unë firmën time kam vazhdu dhe kam pas sukses thashtë, atje kam qenë president firmet vetë, me ekonomie, me pare, me tana, dhe atje kam vepru, komplet me menimet e mia, por shoqatën e mora si menaxher, dhash menime dhe u bona fill për i vit kryetar. Dhe me njëherë që jam bërë kryetar shoqatët, unë kam pas ndoshta nuk mund të them fat se unë kam bërë vetë atë punë, por kam shpërthy. Dhe i pari ka qenë që kam kërku me i dhënë emën dhe me e bërë ditë feste, ditën e artizanatit. Tu pas parasysh traditën e artizanatit shkodran, domethënë të njohjen edhe në Europë, ashtu, edhe me Begjistenin e me tjerë, duke pas tanta dhëna edhe argumente të njoftë edhe mjeshtat e Shkodrës, edhe unë thëshim që duhet me shpërthy, edhe duhet ja japim këtë emën Shkodrës, këtë fest, a këtë Shkodrë. E propozova, kam pas edhe këto, se gjithkund ka problem. Disa luhatje në të. Kam pas aty në bashki, nuk duhet përmen, dhe unë falënderoj Fatbar dhe Lohen, i cili më tha Zef, unë shoh prekupacionin tënd, njoh, tha, unë se njëfsha shumë, edhe ti do të vish ta në Këshill Bashkiak, tha, me e mbrojt. Po e thosh unë, si jam antar, unë nuk e disha që aty u fuqin edhe të ftum, kishin drejt. Edhe fati, unë i respektoj atë Këshill Bashkiak që ishte në 2013, pavarësisht të kush është, ata kam hyrë marrën edhe nuk kam pas të mbëvoj me fal shumë pak. Edhe kanë miratu 100% gjitha llojet e partive, sepse ishte e Shkodrës kjo. Ishte e Shkodrës. Dhe u bën fest. U bën fest, mua i men para Koloseut kam shpall këtë ditë, s'kan qenë as... E cila është në çfarë? Dita artizanatit me 10 qershor. 10 qershor. 10 qershori, unë gjeta në kompjuter me shokët e mi, me sekretarin e shoqatës me këto, gjeta që e festojshin 99 shtetet botës. Edhe atëherë këtu u futa edhe unë, edhe miratuan, edhe viti i parë është bërë me pak njerëz, pa asnjë vlerë rëndësi. Vlerë kishte po rëndësi, kurse sot ti e din se çfarë për masa është ka marrë pas 8 vjeç, dhe më takoj rasti edhe ishte arsyeshme që të më jepte edhe titulli mu, po pavarësisht se s'u bë me 10 qershor, u bë me 12 gusht, po që ishte festa e artizanatit dhe zejeve në Shkodër. Dhe këtu kanë merit Këshilli Bashkiak, me qenë se jena në këtë temë, ka merit kryetari i bashkisë që ishte Lorenz Luka, që e nisi edhe filloi edhe financoi për këtë festë, sepse kanë detyrë, në fakt. Pastaj e ka qu nivelet shumë më të larta, edhe shumë mirënjohëse edhe shumë e afruar me artizanatin, kryetaria Valdana Ademi, që e përshëndesim, sepse unë në fakt ja kam thënë, unë asë në zyre nuk i kam shku ndonjëherë, për shembull, unë kam marrëdhënie shumë mira, por ajo ka një respekt jashtëzakonshëm nga shoqata, nga unë herë si kryetar, edhe është shumë e nderuar për këtë kujdesin, si mosmundësisë, ne kena shumë kërkesa, edhe shumë pretendime, por ka ardhur kjo rëndësi që çdo vit ka shku më mirë. Dhe kjo mbështetet në një realitet shumë të bukur shkodran, por jo vetëm. Sepse zejet në Shkodër kanë një aplikim të gjerë, unë mund të përmend shumë, por ju më thoni që kujdes sepse ka edhe të tjerë. Ja, nuk kam qef, më thënë drejtën. Kjo është e vërtetë, unë edhe mos harro zejet, më fal Merita, zejet kanë marrë një hapësinë shumë më të madhe. Futet edhe buka, futet edhe berberi, futet edhe servisi, futet djathi, futet mjalta, kur i kam futur në këta, mjaltën e këto verën e rakinë, bim medicinale, unë kam pas vrejtje
nga drejtues, fatkeqësisht nga drejtues kryesor këtu në Shkodër, nuk po. Edhe derisa janë bin, edhe i thash ti edhe me pushtetin, ti edhe me partinë, sepse unë tanë jetën time kam marrë rrugë tjetër, nuk jam marrë me politikë. Domethënë sidomos. Por problemi është që tash u arrit u bë ligji që përfshin gjithë, a bë dhoma kombëtare zejtarisë që hala nuk po i njihet fort emri kësaj pune, dhe unë jo vetëm që unë më doli, domethënë se unë kisha, jo se kisha kriju vetë, po kisha marrë vesh në Gjermani e tjerë, kur ban bota pse mos me bëllën, edhe unë e futa. Është shumë gjuhë e bukur. Pra ne është e gjanë, e kam fjalën. Artizanatia janë mjeshtri të njerëzve. Është vërtet mbretëslënse gjithë ky aktivitet apo jo? Është mbretëslënse, është që të them unë, ndoshta mbasi kam marrë, si e tha edhe përpara, mbasi kam marrë titullin, ndoshta më jam fut menime si tek erdhi kjo punë. Por prapse kur punon me ndërgjegje edhe çdo njeri gabon, por kur në fakt unë nuk kam asnjë ndoshta çelishme, po s'kam asnjë përplasje që atë jetës, përplasja them në aspekte jetë mira. Po që kanë shkaktuar probleme. Por duhet me punu, kur punon me ndërgjegje shumë edhe duhet të pas edhe intelektin, duhet të pas edhe njohjen, duhet të pas edhe kolektivin, se unë edhe tash që jam dekoru edhe unë dekorimi im është më i përgjithshëm, që kur kam fillu punën artistike e tjerë me radhë, nuk është thjesht vetëm drejtimi i shoqatës, por me thënë drejtën, mu më është rrit, më ka dalë nami ose më rrit emni nëpërmjet shokëve, nëpërmjet mjeshtrave, nëpërmjet institucioneve shtetërore. Familja juaj si u ka mbështetur, si u ka ardhur pranë, sepse natyrisht ne provojmë të gjithë në një punë intensive duhet të kesh mbështetje. Dhe mbështetja e parë është familja, aty ku dera është gjithmonë e hapur. Në fakt duhet kërkohet mbështetja, por unë me thënë drejtën unë nuk e kam prit, po e kam pas, domethënë se s'kam prit mbështetjen, se unë kam punu si thojnë vetë dhe s'kam pas probleme familjare, se zanati im nuk ka pas probleme që mund të shkaktonte në diçka në familje, por unë kam fut gruan time me thënë drejtën, e kam fut në artistike. Edhe apo mjeshtër vetja, që s'ka pas që me thënë, edhe ka punu. E para, e dyta, unë kam njërin inxhinier për punim drurit, në zanat tim, një djalë. Djalin? Edhe djalin tjetër me sportin e kështu, që ka marru shkollën, por fatkeqësisht kështu erdhi koha, unë i kam jashtë të dy. Interesohen, janë gëzuar shumë. Janë gëzuar shumë, edhe e duan profesionin tim, e duan, si të mësaj drurit. E vazhdon djali juaj? Ja, ai e ka pasion, e ka punu këtu, po atje nuk e vazhdon, se ekonomi tregu, atje ku del leku më shumë. Kështu është. Po gjithsesi këtë mjeshtrinë e keni, si thuash, pasaportën tuaj familjare. Unë këtë e kam, domethënë, është originale, por që unë bashkë me mjeshtrat e tjerë, ne kena bërë shumë kurse dhe kena aktivizu shumë të ri, e kena mësu, edhe vazhdojmë me mësu, bëjmë një propagandë të jashtëzakonshme edhe fusim sidomos në familjet e artizanëve, të cilët ne nëpërmjet ndërhyrjes edhe timen kena marrë edhe projekte të vogla që i kanë ndihmu artizanin për shembull. Jo vetëm me familjen e vet, po edhe nxënës tjerë, dhe kemi bërë kurse e tjera për me mësu këtë zanat dhe kemi pas shumë rezultat. Ka interes? Ka interes. Interesi në fakt punimet artistike, artizanale nuk janë fitim prurëse të mëdha. Atje ka punë shumë e lek pak. Por megjithatë, njerëzit nuk punojnë gjithmonë edhe punojnë për me jetu, por kanë edhe pasionin edhe nuk mund ta lanë punën pa bërë. Megjithatë, ka interes për produktet, për prodhimet artizanale nga të huajt, apo nga vendasit më shumë? Më shumë, për menimin tim, edhe nga të huajt, po më shumë janë çojnë peshë shqiptarë që janë jashtë, të cilët marrin prodhime nga Shqipëria për t'i pasë ose për t'i çuar dhurata jashtë shtetit. Po, me thënë drejtën, përmirësua shumë. Shoqata e artizanëve ka një bërd, unë kam një bërd, që janë specialistat më të mirë në Shqipëri. Mund të thëmë. Janë nga Shkodra? Edhe nga Shkodra, edhe nga... Unë për shembull kam nga Shkodra Adnan Komin,
se bordin du me përmend tash, nuk ka lidhje se kam një bord të vogël jetë madh. Kam Gjino Mjedën, i cili është mjeshtër i madh. Përshëndetje. Ka një traditë në punimet artizanale. Dhe zonjën Kristina e përshëndes sepse ka patur këtu. Unë njoh edhe një gru tjetër që kanë të në shtëpi që a gjallë akoma. Ju uroj plesnjit mbar që ka qenë mjeshtër në Mari, domethënë, edhe është ka familje me traditë. Ajo është zonja? Është tash kam harruar dhe emrin Nikoleta, mos gabojm, po nuk e di, nuk e mbaj mend. E kanë traditë familjare. Traditë familjare. Kam Muhamet Trepçin, i cili merret e përpunon në mënyrë artistike drurin Ullini, që është edhe dru i bekum, dru i shumë i mirë, dekorativ, po edhe quhet dru i bekum. Zia Karini, që e përmendëm. Me shumë respekt. Kemi edhe një Prel Hasani, që është prodhuesi i djathit të veçantë në Shqipëri, në Veleçik, që është antar bordit, kuptohet kjo që thash unë përzierje me zejet, edhe që prodhon djath me erza, edhe që ka shumë sukses në Shqipëri dhe jashtë. Kemi një prodhues i venës, se kemi fut edhe në profesionet ndryshme, Zef Pashuku nga Hajmeli, i cili ka kriju kooperativën e parë të zadrimes atje dhe ka një fabrik që punon edhe që është ka rezultate në drejtim të cilësisë. Pra bordi që kam unë, që kam edhe dy gra tjera që është një në bie qotaj që është e zogajve që është shumë punëtore, shumë e pasionuar dhe ka fut gjithë ato punëtore në punë, edhe që është shumë e nderuar, edhe është artizane e vjetër. Kemi edhe një Miliha Zybere nga Vaudesi, e cila vazhdon kurse, vazhdon për mësimin e trive në artizanat, ka një qendisari, ka marrë projekte dhe është shumë e dallume në Vades edhe këtu në Shkodër edhe në gjitha panajiret që organizohen. Pra, unë kam një bord shumë specialista, shumë të mirë dhe prodhuesa edhe me licencë të rregullt shtetërore, të cilët unë i respektoj dhe i falenderoj për punën që bëjnë. Edhe nëpërmjet këtyre dhe gjithë artizanëve dhe institucioneve që thashëm më përpara, ka ecë puna dhe të qenë deri këtu. Zoti Zef, të bisedosh me ju është sikur të shfletosh një libër të hapur që shkruhet çdo ditë me punë, me përpjekjet, me sfidat, me arritjet, me mbërritjet dhe përsëri me nisjet. Ndryshe nuk mund të kuptohet një jetë aktive, një jetë që gjithmonë gjeneron ide, që realizon projekte, që ka përcen dhe vështirësi, natyrisht, që zgjerohet, që ndoshta pandemia ju ka Sigurisht. ndikuar patjetër. Pandemia ka ndikuar jo vetëm këtu, por në gjithë botën, por ka i diçka. Se unë kam menuar dhe kështu ka ndodhur, që artizant ka qenë një diçka pozitive, gjithçka çdo keqe ka edhe të mirë. Ka edhe të mirën. Ka qenë një diçka pozitive sepse artizant duke qenë të mbyllur, duke mos shitur, duke mos dalë nëpër panajire e tjera, ai nuk mund të rrije, asnjë s'mund të rrije bashkë në shtëpi. Punon shumë. Edhe ka punuar, po ka kriju më shumë, ka pas kohë edhe për të kriju. Kohë krijimtaria. Edhe kështu që unë shoh që ma merr mendja se kanë pas i rezultat në këtë keqe që kanë pas. Dhe panajiret janë organizuar, sepse janë panajiret janë organizuar pak, se disa muaj nuk janë organizuar tash i kohët e fundit. Po mendojmë inshallah unë kam bërë edhe tash pak diç kam bërë panajir, marrën aty në rregullave pandemisë kështu. Unë në këtë drejtim unë si person, sepse atë firmën time po i herë kam të pezulluar sepse për arsye shtetësore, por shoqatën unë kam objektiva dhe kam objektiva që duhet ta qes në pjedestal shoqatën artizanëve dhe shnosh tu me marrë pa në radhë parë gjithë dokumentacionin që kemi bërë deri tani dhe për të ardhmen në gjitha rrethet e Shqipërisë dhe kam disa idena që do flasim prapë më vonë. Unë ju pres përsëri duke ju uruar
këtë mbarësi, në këtë dëshirë të madhe që ju keni për punën, në këtë kreativitet, në këtë marrëdhënie të jashtëzakonshme, në këtë universitet pune dhe jete që vazhdon e shkruhet çdo ditë. Faleminderit. Ju falenderoj shumë, inxhinier Zefi, mjeshtër i madh. Ju falenderoj për bisedën e hapur këtu në studio. Natyrisht, ndoshta është edhe e pamundur që të rrokim të gjithë vitet e punës, por është shumë e bukur të ndalësh në disa nga stacionet e dashura që janë të paharruara, që mbesin aty dhe që të japin gjithmonë një burim shpirtëror për të vazhduar gjithmonë me ritme. Unë herë e thash, po falenderoj edhe një herë gjithë shoqata dhe kryesisht shoqatën e artizanëve, qarkun e Shkodrës, komisionin e veçantë specialistëve të Ministrisë Kulturës bashkë me ministrin dhe së fundi presidentin e Republikës, të cilët me një dëshirë të madhe dhe me një vullnet edhe me një shpejtësi, mund të themi, për të arrit ditën që festum, që më dhanë titullin mjeshtër i madh. Është bukur kur gjërat bëhen në kohë, sepse marrin kuptim. Po, ishte shumë e natyrshme ajo punë, edhe shumë e mirë, dhe u realizu dhe unë i falenderoj gjithë artizanët edhe një herë, kudo që janë, edhe një punë të mbarë në shoqatën e artizanëve, e cila sot, me thënë drejtën jo se jam unë, po ka marrë një pamje, si që thot një gazetare Kozeta Bruqi institucional. Përshëndesim Kozetën. Ashtë bën si një ndërmarrje teknike, artistike. Unë dua që ta bashkë me shok e me shoqe, ta qojmë manal. Zotni Zef, ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit dhe ju që ju uroj shumë mbarësi, shëndet e jetë në radhë të parë, e më pas mbarësi në të gjitha ditët tuaja të jetës. Të nderuar dëgjues, në këtë mëngjes shkodran ishim së bashku me inxhinier Zefgjinin, mjeshtër i madh. Shkodra ka plot dashuri, ka se brenga në fshetim, por unë të kam dash ty. Shi unë bili qem piklon, dhe të di qfar më mundon, dje me vajza kur festoj, e të them kujto, vjen ajo që shkon, kusht të deshi.